Për të parën herë pas gati 15 viteve, Sali Berisha do të paraqitet në prokurori për të dhënë sqarime mbi vrasjet e 21 janarit 2011. Të premten ai është thirrur në SPAK për të pyetur si person në djeni. SPAK mori dosjen e 21 janarit pas një vendimi nga gjykata e lartë, e cila urdhëroi të hetohet roli i kryeministrit asaj kohe, ministri i të Brendshëm, kreu të Gardës dhe gjithë zyrtarëve të tjerë. Pas marrjes në pyetje të Lulzim Bashës, ish kreu të Gardës, ish kreu të policisë dhe disa zyrtarëve të tjerë, tani është radha e Berishës të japë sqarime, por a do të mbajë përgjegjësi Berisha për këto vrasje? A ka prova SPAK në dorë? Padyshim që në prokurori është dorëzuar një audio, ndërkohë që misteri më i madh është se kush i fshiu kamerat e kryeministrisë dhe a mund të rikuperohen ato. Në shtator të vitit 2011, prokuroria dërgoi për ekspertim në SBA pajisjet e serverit të kamerave të kryeministrisë. Serverat në fjalë ishin vënë në dispozicion të prokurorisë pak ditë pas ngjarjeve të dhunshme të 21 janarit. Në reagimin e parë të tij për ngjarjen e ndodhur pranë godinës së qeverisë, Sali Berisha deklaroi se kishte porositur sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave që kasetat filmike të kamerave të kryeministrisë të dorëzoheshin prokurorisë për hetimin e ngjarjes. Prokuroria megjithatë pak ditë më pas shkoi vetë te kryeministria dhe për 3 ditë pasi kqyri vendin e ngjarjes, blodhi provat e nevojshme materiale. Mes këtyre provave ishin edhe diskjet apo kasetat ku ishin hedhur imazhet e filmuara nga sistemi i kamerave të vëzhgimit të kryeministrisë. Grupi hetimori 21 janarit i analizoi pamjet e dhëna nga kryeministria, por pasi nuk gjeti skena për asnjë nga 4 vrasjet, vendosi të verifikojë më tej. Antarët të grupit hetimit të prokurorisë madje shkuan edhe më larg, derisa pohuan dyshimet e tyre se imazhet ishin redaktuar para se të jepeshin prokurorisë. Me këtë pretendim, organi i akuzës kërkoi pajisjen kompjuterike, me cilën ishte lidhur sistemi i kamerave vëzhguese të godinës së qeverisë. Një pajisje e tillë ju dha prokurorisë pak ditë pas kërkesës dhe përsëri prokuroria nuk gjeti skenat e vrasjeve në filmimet e memorizuara në server. Ndërkohë, teksa ndodhin këto zhvillime me dosjen 21 janari, një precedent ndodhi në dosjen e hapur pas videopërgjimit të Dritam Priftit më 11 shkurt 2011. Një ekspert amerikan lajmëroi prokurorinë e përgjithshme se në kompjuterin e Dritam Priftit kishte gjetur një video të dytë e cila më parë ishte qenë e fshirë nga memoria e dukshme, por që teknikisht ishte rigjeneruar. Nisur nga ky precedent dhe në ndyshimin se serveri i kryeministrisë ka patur fshirje të regjistrimeve, prokuroria e Tiranës i dërgoi pajisjet në prokurorinë e përgjithshme dhe prej andej memoria e serverit të kamerave të kryeministrisë është dërguar në SBA për ekspertizë. Një nga pyetjet që kanë bërë në ato kohë prokurorët në letrat e dërguara palës amerikane është edhe nëse serveri ka materiale që janë fshirë më parë dhe nëse realizohet teknikisht rikuperimi i këtyre imazheve. Në ato kohë nuk u bë kurrë ky rikuperim, por sot teknologjia ka avancuar. Pra serveri është në duart e tyre dhe nëse amerikanët duan, mund të fundosin Berishën, Bashën dhe gjithë zinxhirin komandues. E pas bardhur pas 13 viteve, vion të jetë vrasja e protestuesit Alex Nika, i cili ka qenë me duar në xhepa kur është ekzekutuar me një plumb në kokë. Ekspertiza e bërë në ato kohë ka treguar se plumbi ka patur këndrejtimin nga lart poshtë. Në pamje preda e sekuestruar në trupin e Nikës, shihet se është totalisht e dëmtuar dhe nuk ka asnjë element për t'u identifikuar nëpërmjet ekspertizës. Plumbi ka marrë deformim të madh duke prishur totalisht vjaskat, karakteristika këto që lihen nga tyta e armës në momentin e qitjes. Kjo pjesë predhe në vitin 2014 është dërguar në një laborator kriminalistik në Virginia të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sërish nuk janë përftuar të dhëna që do të shërbenin për zbardhjen se nga cila armë është qelluar kjo predh. Pra edhe kjo gëzhoj është dërguar në SBA në atë kohë. Ndërkohë duhet thënë se prokuroria asaj kohe mori asistencë nga FBI dhe u kryen shumë ekspertiza prej tyre. Fal asaj ekspertize, ngritën akuzat për vrasjen e 3 protestuesve të tjerë. Me pak fjalë, SBA e ka në dorë zbardhjen e kësaj dosjeje.